më erdhëm në kuzhinë, mirë se të gjeta, mirëmëngjesi. Si e kemi sot menun? Të ngjeshur në furrë. Shefe kuzhinës? Të ngjeshur në furrë. Në furrë. E nisi me një bukë. Bukë. Kështu, pastaj duke parë, duke bërë. Jo bukë të thjeshtë, një bukë të përbërë. Bravo, edhe me çfarë, me ato që ke qef shumë ti? Me farat. Kijat. Nëse ne flasim për fara, Niki do shumë fara të përzierë. Tash, hajde, nuk po ja bëj qefin të gjithë të tërë, po të farat kia po i shtoj. Sa më shumë fara, aq më mirë është. Të vockla, po punën e bën të madhe. To të vogla, punën e bën të madhe. Nuk ndjen fare as në shije, kudo që ti provojmë ti shtojmë si te kosi mëngjesi, te pitet, smoothie, edhe në bukë, domethënë nuk e kishim provuar, kështu që kombinuar pastaj edhe me preshin, unë i kam vendosur. Ti ke bërë si gel tani. Po. Shiko, sa më shumë ti lësh, aq më tepër. Por kur thon për shkakun që lërini gjithë natën, po ti lë gjithë natën, nuk kjo bëhet një mas. Sigur kam shtuar qumësh edhe kivi. Ke çerekor 20 minuta e bën punën. Prandaj them unë shpesh herë Niki që mos u besoni shumë edhe artikujve që shkruan, sepse mund të shkruaj edhe unë diçka që nuk është në në profesionin tim. Absolutisht nuk ka si efekt dhe dëm ta lësh gjithë natën, por na pengon në punën tonë. Po s'ka pse, sepse unë nuk e kam grosh që do ta ziej. Rezultati do jetë i njëjtë, kështu do jetë. E krijon të masën gelatinozë, shiko? Po. Fakti që këto vendosen në ujë dihet, sepse këto kokrat e vogla kanë aftësi shumë të madhe që dyfishojnë për masën e tyre në ujë, kur qëndrojnë në ujë, në lëng, në smoothie, kudo që të jenë në dhall, në kos. Dhe fakti që vendosen përpara se të konsumohen në një enë me ujë ose të lëngshme, çfarë do lloj qoftë ai, është që ne të mos na i përthithi lëngjet e trupit tonë, se e kanë këtë veti të përthithin lëngjet, kështu që në momentin që ne i vendosim, i konsumojmë, i futim në organizmin tonë, ato e kanë kryer këtë proces dhe ne nuk na dehidratojnë, si të themi. Plus që është më e mirë përthithja e omega-3-shit që ato përmbajnë. Dhe shumë e dur. Tani, unë kam shtuar vetëm pjesën e fundit të preshit. Pra dje kur përdora pjesën e bardhë, dhe tani përdor vetëm pjesën e fundit të preshit. Prandaj them asgjë në një produkt nuk është e nënvlerësuar. Thashë mund ta përdorim tek qoftet, në buka, në pispili, në të gjitha. Në të gjitha. Kur bëjmë supën për shembull, e mirat është, kur bëjmë supën, këto marrim dhe i kaurdisim me erza ose i pjekim me shumë erza. Dhe në vend të përdorim ato pjesët e bukës, kubikët e vegjël të bukës, shumë mirë përdorim këto si për supës. Kanë super shije. Tek patlıxhani për shembull, kur ne heqim lëkurën, patjetër i bëjmë me erza, i fusim në furrë dhe përdoret. Te lëkura e patates. Te lëkura e patates, gjëja e mirë, piles ku kam gatuar, përse e kam hequr më trash, për të vetëm arsye, heq më trash për punën e çajit edhe sikurse mund të bëjmë lëkurën e patates, mund ta bëjmë në erza. Por një zonjë më thot për shembull që pataten ne mund ta bëjmë me lëkurën. Lahet mirë patatja? Jo, gabim. Patatja bëhet vetëm kur është patate e re. Po jo me lëkurën e trash. Sepse ajo lëkura e trash ato ngel në fyt s'ka as patatja nuk shkon. Po e drejtë. Ajo lëkura e patates trash rrudhoset në ato baby voglat ose patatet e reja. Pra, prandaj ne themi ne i mshojmë gjithmonë ku gatuaj diçka, atij produktit ne themi, pastaj kalon nga dora e parë, kalon nga dora e dytë, në pjesën e teorisë goca është zhiv. Pra nuk e besoj që ne nuk lëm asgjë pa filtruar. Të theme me shumë siguri këtë. Prandaj riciklojmë produktet, se u dim vlerën dhe përdorimin e tyre. Do ta kaurdis derisa mos u bëhet ajo ngjyra kafe, absolutisht jo, por mos u jetë ajo shila. Shiko, nëse unë dua të ruaj të ngjyrën, i shtoj shumë pak sodë. Soda është gjithmonë për mirëmbajtjen e ngjyrës. I shtoj pak krip. Ama kur themi pak, ja, pak ose fare krip. Dhe e heq nga... Pra sa e zbutëm pak fare preshin. Do të zëm, do të merremi padyshim me brumin. Për këtë recetë, pra të bukës me presh, djath dhe farakia,
do të përdori mielin për çdo përdorim Ola dhe produktet e tjera do t'i lexoj tani në recetën e shkruar. Kemi zgjedhur një prej mielrave më të zakonshëm edhe më të përdorshëm në kuzhinat tona, në tryezat tona. Përprisim tani një bukë të shpejtë me mielin për çdo përdorim nga Atlas, duke shtuar në të, padyshim, kripën edhe djathin, do ta ekuilibrojmë për të mos e bërë shumë të kripur, nëse djathi ka shumë krip. Kemi gjithashtu përbërës tjetër preshin, kryesisht pjesën jeshile, pjesën e bishtave të preshit, që të ruhet kjo ngjyra dhe të duket bukur edhe në brum. Kemi shtuar gjithashtu farakia, djath të bardh, dhe procesin e brumit do ta tregojmë avash avash, hapi tjetër. Edhe pakës duart? Ajo është pjesa që do të mbushi dhe do të integrohet, do të bashkohet me brumin që do të zëm tani, ja kemi dhe ujin këtu të vakët. Brumi është një procedurë e thjesht, nuk është se do t'i shtojmë majaneve brumit? Absolutisht fare. Thjesht me ujë të vakët Bëra dhe krip. Bëra përzierjen e preshit, që kam kaurdisur, ku kam shtuar pakës krip dhe normalisht dhe pak piper për t'i dhënë shije preshit edhe jo brumit. Anësoret, mirë dhe e lë këtu ftohet edhe masa. Nuk më ftohet edhe shumë sepse përderisa ne themi që unë do të ta zë brumin me ujë të vakët, jam brenda normativës së nxehtësisë. Do të shtoj masën e ujit, ose themi shtoj mielin dhe masën e ujit sa të marr, ose shtoj masën e ujit dhe miell sa të marr. Me pakës fare krip. Nëse do ta kisha pa asnjë mbushje, do shtoja pak vaj brenda. Shtoj masën e miellit. E largojmë komplet shyernik, ja. Mos u lot fare. Mos u lot fare, ja. Normalisht si fillim e punoj me lug. Nuk harrojmë furrën e para ngrohur. 200, 210, 220 gjithmonë në varësi të furrës tuaj dhe prandaj asnjëherë nuk i mshoj fjalës tek furra sa duhet. Për minutazhin normalisht unë them tek 200-ta. Po, se aq e kanë edhe si procedurë, si temperaturë brumrat. Dhe minutat janë diku te 45 minuta, se 200 është gradacioni ullët. Ullët fare kemi dhe për keku që na duhet 180, Po, 20 gradë më pak. Filloj dhe Ndrysha i shtoj. qëndron një qullët brënda. Ne e shohim me sy, se dihet që anvisat nuk ka nevojë dhe për masa kur zën një bukë, se ato që e ka etaloni gatuar matës është syri më mirë. Po, edhe më shpesh, e dinë më mirë se sa miell ju duhet. E punojmë mirë, i shtojmë përsëri pak miell tjetër. Po. Ne pasi e trazojmë aty, do ta punojmë me dorë. Ndërkohë, përmbledhim pak recetën, do ta shikni, ja tani bashkojmë edhe preshin me djathin, faratkia dhe brumin për ta punuar siç duhet. Nuk është një brum tipik siç veprojmë të jetë i fortë, aq sa buka që zakonisht përgatisim, sepse në atë bukën e bëjmë me tharm. Kur duam ta bëjmë të fortë, e bëjmë me tharm. Po buka nëse nuk fillon, brumi nuk fillon të ketë ato poret e veta, pra nga tharmi që vjen, nuk është bukë, kur të sapi, është bëj një kulaç. Dim shumë mirë, ndushimi kulaçit me bukën. Kulaçi ka sodë dhe buka jo. Ka sodën, ka kosin, me vezë, buka është e thjeshtë, ka majan. Megjithse tani është bërë e modës e udhës dhe shumë mirë madje që të rrisim pak vlerat, të përmirësojmë tretjen te buka duke i shtuar fara të ndryshme. Tani më shto miell tani. Gradualisht duke të më shumë shije. Pra nuk është një brum që unë e punoj me dorë. E përzihemi mirë, avash, derisa e gjithë kjo kur mua më pëlqen ta them që gjithçka
të punohet deri në qelizë. Shiko farat bëjmë punën e vetë, shiko farat kja që janë. Si mas do edhe pak. Po, do edhe pak se ngjit. Po. Opa. Tani do të marrim një tepsi, Ja, kam këtu, tepsi e ke menduar që të japi zakonisht këto që kanë edhe fara edhe perime, ju zgjedhim ndonjë formë paksa ndryshe, vezake, drejt këndore, që edhe kur ta presim, të ketë pak anën estetike më të bukur. Vendosim në një letër pjekje, për ta pjekur më mirë dhe të mos na ngjis, edhe zakonisht to letrat janë shpëtime edhe për tavat, dhe mos kur bëjmë gatime të ndryshme, vetëm brumrat. Kështu pra kemi realizuar si recetë të parë një bukë të shpejtë me djathë me presh me farakia. E vendosim tani në tavë brumin që zuri Albana dhe direkt në furr në temperaturën, ta shohim pak na është nxehur apo jo. Okej. Te 200 e vendosa. Dhe kjo është kaq është e duhura. Prandaj them gjithmonë syri është etaloni matës. Përveç se shijes, që do të ketë padyshim nga preshi djathi farat e kijas, ato kanë një shije komplet neutrale, por na ndihmojnë shumë mirë dhe kuptojnë vetë organizmi, kuptojnë që tretja është më e lehtë kur përdoren fara. Pra një nga arsyet që përdoren sot farat tek brumrat tek buka është që stimulojnë dhe përmirësojnë tretjen, pra buka tretet dhe nuk na rëndon aq shumë. Pra procesi i tretjes është më i shpejtë. E mirave është faktikisht të qëndroj pak si brumë, të qëndroj. Ne do ta lëm aq minuta sa kemi dispozicion. Ne do ta lëm shumë pak. Shumë pak, ju në shtëpi lëreni pak më gjatë. Pra po të qëndroj, aq më mirë është. Ne do ta lëm pak tani se do shkëputemi për ofertën e sotme të Prostatol, le të themi një shkëputje fare minimaliste për të na rikthyer në përgatitjen e recetës së dytë.